Isha me një dy shok të shtja dy poshtë, pim kafe dhe po bisedonim, edhe njëri nga këta përshikon të një postim në Facebook, ku kishte mjaft komente të ashpra dhe që të fusin mendim nëse janë të drejta apo të pa drejta. Flitej nuk qartësohej tamam që një njeri në Shqipëri kishte shajt kryeministrin diku, po nuk e qartësonte tamam në një mbledhja, në rruga, në një takim pune, nuk e di, po kishte shajt kryeministrin, kaq thohesh, edhe në prezencën e policëve, edhe policët e kishin shoqëruar këtë person në polici. Nuk e di nëse e kanë dënu, nuk e di nëse kanë ushtruar dhunë, se dhuna tash përkufizohet si dush të përkufizosh. Edhe kur të arrestosh tjetrin, edhe i reziston arrestit, mund të quhet dhunë. Për unë dhunë për vete, edhe kush jam unë që ta përkufizoj dhunën, e quaj që edhe kur s'ka arsye policia të përdor forcën, për shembull ti nuk po i reziston policisë, nuk po i gjun policisë, të ka vunë në pranga, edhe ti si e mo kërcënus, edhe policia të qëllan. Kjo është përdorim dhune për mua. Por në qoftë se gjatë procesit të arrestimit, ti kundërshton arrestimin, se menon që është i pa drejt, unë nuk e mendoj që është dhunë sa ko që ato mundohen thjesht të arrestojnë, të vejnë hekët, lidhin. Policia mund të dënojë ty gabimisht, mund të ketë urdhër gabimisht, por rezistenca ndaj arrestimit e justifikon dhunën dhe nuk quhet dhunë. Po nëse, aty flite që e kanë arrestu këtë djalin e ri, që ka shajt kryeministrin Rama, edhe kanë çunë polici, edhe kishte debate të ashpra aty, që si mundet, gjë jashtëzakonshme, si mund të ndodhi kjo, e ku të dion. Edhe ne të tre pastaj hym në debate, jo kështu, po rrahje mendimesh të kundërta, po askush nga ne, përfshi unë për edhe tre, nuk jemi të qartë eksaktësisht. Nëse është e dënueshme që të shash kryeministrin, edhe kjo të quhet pastaj e drejta e fjalës. Pra, unë mendoj që po t'jenë manës në fshatin tim, edhe dikush fyn, edhe ofendon një tjetër, një fshatar, një tjetër, edhe ofendimet janë nga më të ndryshmet. Mund përdorësh një nofk, pra një emër, mund ta shash me non, siç kemi shajt në urrëtie. Pra ka fyrje të ndryshme, po ka edhe kritika. Për shembull, nuk është një lloj si ta shash dikë me non apo me motër. Nuk është një lloj si të thush dikujt ke lënë babën e t'jen punë vetëm me atinare dhe shko sillës rrugëve për shembull nuk i çon një shishe ujë. Kjo është një kritik. Ke të drejtë, ndoshta s'ke të drejtë. Ti nuk i di arsyet çfarë ka ndodhur, por janë shkallë këto fyrjet, sharjet. Ne si popull, edhe kemi toleru shumë sharjet, po dhe nga herë nuk i tolerojmë. Tash po flasim si shtet. Po flasim, jo të ofendosh më njëri, po të ofendosh një kryeministër që e ka zgjedh më shumë se gjysma e popullit. Ai mund t'i ketë vjedh votat, po presuppozohet që i ka gjysma e popullit e ka zgjedh kryeministrin, edhe është kryeministri i vendit, edhe është i shoqëruar
me policë, edhe ti del edhe shan. Edhe njëherë, sharjet thamne, fyrjet, mallkimet, janë të ndryshme. Ti mund të fysh atë, ti mund të shash atë, ti mund të mallkosh atë, po janë të ndryshme. I shalla për shembull dele një shalla i humbi zgjedhjet. Këtë rallë. Kjo nuk është një fyrje që dënohet. Është një urim mallkimi. Se del nga shpirti, është një lloj mallkim, shprehje një mallkimi. Po urim në veten tënde se ti uron këtë, pavarësisht që ti e mallkon, për atë është mallkim, për ty është urim. E kuptoni kufi kur e thu inshallah i hum zgjedhjet këtë vit. Ti po dëshiron, është urim, kurse atë po mallkon. Pra, a është e dënueshme? Ja, s'ma mërmenje që është e dënueshme. Por ti i thua ti e shan nga nona, e shan nga motra, e shan nga fëmijët, e shan nga familja. Është e dënueshme patjetër që të jetë dënueshëm. Ose tash për këta jam shumë të kujdesshëm. Do thosh ti Sami Gjoka ke kollaj, po e them që unë kam ardhur nga Amerika, edhe ke bagje qumshit në Manës, kemi në kthesën aty, kur futesh në Manës fshat, rruga jonë të shesh rruga famshme, një vjetë botës është ke Gjiri Lalësit, kam dërtu një hotel. Edhe hotelin unë kam dërtu të shihesh gati, se do vinë njerëz 5 minuta, bëjë ato marçat 4-5 që quhen këta autobusi që në plazh, çdo gjysmore shkojnë vinë autobuset, edhe është resort i mirë aty. Edhe kanë ardhur dhe kanë shem këto policët e Edi Ramës, jo për në gjë tjetër, po se do të bëj Rama aty një hotel se që ka me fetim. A kam unë mundësinë, a justifiko mund të shaj Ramën në atë moment ku kalon aty? Unë s'duhet të shaj, po justifikohem edhe kupton gjithë populli për atë dhimbje të madhe që kaloi on, është gjendja ime shpirtërore. Ne nuk e dim si ka ndodhur. Ne nuk e dim pse ka ndodhur. Por ne si popull, pa u fut në ligjet ndërkombëtare dhe ligjet që janë tash në vend, ne e dënojmë fyrjen, ne e dënojmë sharjen, ne e dënojmë mallkimin moralisht. Asnjë nga, po të vjerë një nga Tirana, qoftë Edi, qoftë Sali Berisha, në fshatin tim, edhe aty tjetë një person që e urrejnë atë për vdekje, ne nuk mund të pranojmë si fshat dalë një person dhe ta fyjë aty. Në ka ardhur në fshatet dita ku do t'ju dënoj moralisht, e kemi dënuar gjithmonë. Një sjellje të tillë të pahishme për kombin, për popullin. Mirë, po problemi është tash ne kemi një kryetar qeverie, se janë të ndërlëkuar këta. Kur vjen kryetari i qeverisë është ai që të shkel ti me këmbë çdo ditë. Në qoftë se ti edhe ke fy, thon ligjet ndërkombëtare, tash jo ligjet e tona, ligjet ndërkombëtare, ligjet e Bashkimit Evropian thon kështu, që në qoftë se ti je person publik, udhëheqës politik, gazetari i madh që të dëgjohet fjala, pra, por kryesisht politikan me pushtet, siç është Edi Rama, ti duhet të durosh fyrjet publike, pra jo vetëm këto protestat, po dhe fyrjet publike se ke zgjedh të jesh figurë publike, edhe kur ata kalojnë sakun, sa kohë që nuk janë urrëtie për përsekutim, se se di hateful speech, që thajme na, hateful speech, do më thonë që kanë thjesht urrëtie, po jo se ke botin e gjallë. Për shembull, në qoftë se vjen Manës, Edi Rama, edhe del Sami Gjoka, edhe i bën thirrje popullit aty, që është grumull, kapni mërgurët dhe bini qenit. Këtu ma nuk është ma fyrje, sharje, kritik, protest. Këtu është thirrje tash për vandalizëm. Kapni gurët dhe bim këtij qeni.
ta përzojmë, këtu po bën thirrje tjetër është ndryshe. Kurse po ti thush çfarë do të këtu mëri poshtër, që s'është vendi atë shtëpia ose s'është edhe mund sakëve tjerë, të heqin me njan, edhe për nuk është i dënueshëm. Ndoshta nëse ti po bëhesh shkaktar që po pengon një mbledhje apo diçka tjetër, pastaj mund të dënohesh. Por thjesht se shprehet diçka nuk është e dënueshme. Problemi kështu që nuk do dënohet. Problemi kalon tash te thyrjet publike dhe policia. Në qoftë se Sami Gjoka e shan Edi Ramën në rrugë në prezencën e policisë, por nuk mori gurë i bjerë, nuk i boni thirrje njerëzve të ndalojnë makinën, pra nuk shkaktoi, vetëm shprehu. Ajo quhet shprehja e që Samio boni një sharje, një thyrje që e ofendon tjetrin shpirt, ofendon dhe kryeministrin, si çdo njeri. Edhe qeveria më dënon mua, qeveria nuk duhet dënoj se duhet jenë më tolerues pushtetarët publik dhe politik, thon ligjet ndërkombëtare të Evropës. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që Edi Rama, po që se fyndë po shton mua si gazetar, në një mbledhje, një konferencë, Edi Rama duhet arrestohet me njëherë policia, se unë jam populli thjesht, ai është më pushtet. Por në qoftë se unë si njëri thjesht fyj Edin, unë mos duhet dënoj policia se jam njëri thjesht pa pushtet. Pse them unë këtë? Shikojeni me kujdes. Në qoftë se ti je figurë politike dhe ke pushtet, ligjet ndërkombëtare thonë ti ke zgjell. Ti jesh figurë politike dhe të kesh pushtet. Edhe figurë publike, përderisa ti ke zgjell, ti do të dërosh edhe thyrjen publike nga i popull që të ka zgjell ose që s'ka dhënë votën. Se kështu janë ligjet mund të jenë pa drejta. Pra ti duhet dërosh më shumë kur të shaj Samio ty, apo gazetari në një konferencë, ty si kryeminist, ti je detyruar të dërosh, edhe policia është e detyruar të toleroj Samion kur sha kryeministrin. Por kur kryeministri shan poshtë, policia ty duhet arrestoj kryeministrin fjallavje. Ke ne bëhet e kundërta, nuk them të arrestohen kryeministrat, nuk them të arrestohen, pavarësisht që unë nuk jam simpatizant i Edi Ramës dhe nuk më pëlqen dhe shoh si tradhtar të kombit armik për vdekje i kombit shqiptar. Këto tralelat që çfarë bën që arrin ka arrit shumë Shqipëria. Ka arrit më shumë se sa do të arrinte, se i ka çmimet, për shembull Qiraja në Tiranë, nuk ka vend botës që rroga mesetare për shembull të jetë 300, por qiraja e një apartamenti për atë person të jetë 400, pra të jetë qiraja më e madhe. Ka shku, por është rrit. Shqipëria është rrit. Ka fitu prestiq ekonomikisht, mjaft është rrit, për atë që janë atje. Nuk kemi, por sido që tjetë unë shoh këto si armikun më të madh të interesave të kombit shqiptar, ndoshta jam gabim. Po të jem gabim shumë mirë, urojmë të jemi gabim. Por prapë se prapë, unë nuk mendoj që ne duhet pranojmë çdo lloj fyrje, çdo lloj sharje, çdo lloj mallkimi, por sidoqoftë, në bazë të ligjeve evropiane, të Bashkimit Evropian, jo Edi, po gjithë pushtetaret që kanë pushtet, edhe ato figurat publike që kanë një lloj audiencë, ku do dijon që kanë, ato duhet të jenë më tolerues ndaj fyrjeve, sharjeve. Sa ka që nuk është hateful speech, me laf nuk është thirrje, merrni gurët, kapni më ta përzojmë, edhe ose të prishesh mbledhjen e diçka tillë, thjesht të shprehesh, duhet të jenë tolerues. Por jo pushtetaret të fyjnë popullin e thjesht. Ajo që mund të them, me sa kuptoj, është se në Shqipëri akoma ndodh kjo, ndoshta edhe kudo në botë me një dozë më të vogël, që ai që është në pushtet
lejohet dhe tolerohet të fyjet voglin e poshtë, kurse ai që është poshtë po të guxohet fyj, e shef ai se shinall me policinë. Kjo është gabim. Por si dhe qoftë, Sami Gjoka ju përshëndet, unë kam të lehtë që të kritikoj mash për homokulturë, mos të fyjmë, mos mallkojmë se se kemi zakon, por ku di ose sa i dhem shpirti e tij tjetrit që del në rrugë dhe mallkon, se jo të gjithë ata që shajnë janë se janë simpatizant të Berishës dhe demokrat, mund të ketë halle personale tjetri, mund të kesh morë pronën, mund të kesh ku di unë se çfarë kanë botë, por duhet jemi të kujdesshëm edhe të kuptojmë që ka zakone dhe tradita, çdo kombë, çdo shtet, po ka edhe ligje, edhe këto të dyja ngaherë bindesh. Si mas zakoneve dhe traditave, ne nuk fyjmë, nuk shajmë, as ata që urrejmë, kur na vinë për shembull atje në bazë, si mas zakoneve dhe traditave. Si mas ligjeve kemi gojen hapët të ngrejmë zonin, edhe të kritikojmë të shajmë, sako që sharja nuk është fyese, por është ajo që shpreh që ti si e për Shqipërinë, ti e tradhtar e ku do di unë, por jo të shpifim, edhe jo të kryojmë vandalizëm, të marrim gurët, të bim me gurët, marrim hund, të presim me rrugën makinës. Këto pastaj e kalojnë ekstremin dhe janë të dënueshme, edhe se janë thirrje pastaj për dhunë. Edhe mirë po, është një balancim midis zakonit dhe traditës edhe ligjeve, që nuk shkojnë tamam, por ajo që mund them në këtë raste të tilla është punonjësit e policia këto kur cënohen ose kritikohen ashpër e prorë dhe lartë, këta hynë dhe ja kombit vetë, që janë pjesë e kombit vetë. Ama kur e prorë dhe lartë dënojnë të poshtë, bëjnë sahirë. Sami Gjoka ju përshëndet.